përmbledhin një opozit fake që unë nuk e besoj që është dhe nuk duhet ta besoj që është. Dhe besimi i kësaj proteste, nisja një vale proteste dhe aksione i protestave është i besueshëm për momentin, të paktën për mua, sepse nuk kam pas një farë kohe një betejë elektorale. Por opozita imponon dhe kërkon nëpërmjet protestave krijimin e kushteve për të pasur një betejë elektorale. Ai thonë regjim, ta bëjmë bashkëbisnë. Ai thonë regjim këta, se kemi regjimi nuk legjitimohet. Jo, nuk ne do shkojmë në parlament që mos e bëjë si do ai. Nuk funksionon dhe po doja edhe ta siguroj. Besoj se Adriana Kalaja. Ja, një sekond, pa fjalë një skenar që Kalaja, Adriana Kalaja po dini edhe mos u ktheni më shpejt. Dikush ndryshimi sepse ti je mësuar të analizosh Partinë Socialiste. Je mësuar jo kuptimin konotacionin negativ. Të siguroj unë që në mbledhjen e këtyre të fundit ka pas debat sa i përket qëndrimeve. Të siguroj unë që ka nga ata deputet që mund të jenë të shumtë në numër që janë dhe kundër protestave. Thonë, beteja jonë, thotë, duhet jenë tek karriget e komisionit. Jam shumë dakord, i respektoj. Pra, Partia Demokratike, edhe në mbledhjet fundit, nuk ka arritur të gjetë dakordsinë në unison në të shkuar deri te shkuar te protestat apo jo. Dakord? Dhe kjo është një gjë e mirë për një parti politike që ka përplasje mendimesh. Pra, dhe Sali Berisha nuk mund të dali dot me atë rolin e vet autoritar, të thoj, sot kemi protesta dhe mbaroj dhe duhet kundërvihemi. Pra, dhe Sali Berisha duhet të dëgjoj struktura. Dhe dëgjon, tani se ndihet i dobët. Po jo, pra, jo se ndihet. Ai ka provuar, dëgjoj, ka provuar. Nëse do diskutojmë doli kundër Besi, apo të flasim shumë po doli kundër Besi dhe i ran pikët Sali Berisha. Je të rrezi për çfarë po flasim. E lash Besin se e kemi këtu. Nëse dalin disa fraksione që nuk bien dakord, po ja si gjë fraksion Partia Demokratike e ka të blinduar. Çdo fraksion Partia Demokratike e ka kuptuar që përballje me Sali Berishën prodhon humbje në fund. Tani, ajo çfarë unë duhet shikoja tek opozita, nuk mundet opozita të jetë edhe këtu, edhe aty. Në qoftë se kemi përballë regjim narkoqeveri, unë do të preferoja të shikoja një opozit të radikalizuar në qëndrimet e saj dhe në protesta permanente. Pra, në qoftë se kemi përballë një regjim, kemi një regjim. Sot kemi problemet. Pati një debat të vogël me pyetje Erla me Besardin që tha e keni shumë të shpërndar. Sot kush janë problemet që s'duhet i ndahet opozita? Vjedhja e zgjedhjeve. Sot krimi, goditje në mes të Tiranës dhe ka godet çdo ditë. Duhet ishte e përqendruar siç ishte ajo është korrupsioni. Ndaj Erion Veliajt përpara bashkisë. Kundërshton Veliaj nga skandalet e sotme të qeverisë. Kemi 3 çështje kryesore që në çdo vend demokratik, në çdo vend perëndimor, nëse do të kishim një nga këto 3, edhe në nivele më të ulta se në Shqipëri, qeveria duhet të kishte rënë. Dhe unë po duhet kishte rënë pra dore nga lider të ndërgjegjshëm kanë dhënë dhe vetë dorëheqjen, ha? Hiqje përgjegjshmëri. Po okay, kurse unë pres një opozit që të radikalizojë qëndrimin me këto 3 argumente. Pse nuk mbas pra? Për të ndalur korrupsionin, si ta radikalizojë? Çfarë të bëjë? Se i ka provuar opozita dhe protestat radikale, ato të Lulit kanë qenë shumë radikale. Nuk ka zgjidhje tjetër, në qoftë se kemi një pushtet i cili të fiton zgjedhjet me mjete parapolitike, ti nuk mund i kundërpërgjigjesh me mjete politike. Më fal, çfarë ndodhi sot në komision? Pritet të shkonte zëvendës kryeministra, ministra e infrastrukturës, e cila ka mos gaboj 60-65% e dëgjova nga një deputet që e artikuloi, të buxhetit 65% të buxhetit të shtetit dhe zgjodhi mos të shkojë të çojë disa zëvendës ministra. Çfarë do thotë kjo? Kjo është sfidë që pushteti i bën opozitës dhe i bën kuvendit i cili duhet të jetë autoriteti kontrollues dhe vendimarrës për atë buxhetit. Në momentin që kemi një sfidë nga ana e pushtetit, karshi tempullit të demokracisë, institucionit më të lartë, kuvendit, jo vetëm opozitës në rolin e saj kontrollues, opozita duhet të radikalizohen edhe aty qëndrimin e vet. Bën doktori këtë? Po se bën doktori bën që nuk ka njerëz në mbrapa. Sepse e di që ka që në 2013 që humbet sa i përket njerëzve nga mbrapa. Ajo ti ke të drejtë në të që thua, sepse pushteti mori shembull më herët pushteti krijon zhgënjimin. Kurse opozita ka për detyrë të krijojë frymëzim, shpresën të krijojë frymëzim dhe sot janë të zhgënjur njerëzit sepse ka kaluar një periudhë. I pe zgjedhjet para 3 ditësh. Mbaruan zgjedhjet e përgjithshme, opozita bëri dhe ato kthjellimet e veta, u futën në parlament, e ndërtuan me të drejtë me atë çfarë kemi lexuar në këtë kohë, që aksionin e tyre ta kishin institucional,
vendimi drejt apo i pa drejt, hajde diskutojmë gjithë ditën, dhe kjo reagimi institucional nuk funksionoi dhe sot kaluan hapat e tjera. Pse më thua mua nuk është bashkëqeverisje? Po patjetër se është bashkëqeverisje, se nuk mund të jetë bashkëqeverisje me Kosovë vetëm nga njëra anë. Publikun, kur nuk është për Edi Ramën, Kosovë, Erion Velia dhe Belinda Balluku. Kosovë janë rrethi familjar i tij, rrethi familjar i paprekur. Për revolucion nuk ndodh. E ushqen publikun që zgjedhje me Edi Ramën nuk ka dhe futesh në zgjedhje me Edi Ramën. E ushqen publikun dhe demokratët që këto zgjedhje nuk njihen se janë masakër dhe fars, shkon dhe e legjitimon duke u futur në kuvend. Tani me gjitha këto gënjeshtra publike që i ka thënë publikut dhe demokratëve, si do të besoj ai që këtë rast ti do shkosh pranë kryeministrisë dhe do rrezosh Ramën? Pra këta e kanë marrë nëse e ke vënë re me shumë qetësi, pa pritshmëri fare, nuk ngren asnjë lloj pritshmërie për protestën, sepse nëse protesta do jetë një asgjë, ta do thonë që ishte thjesht një mesazh politik, sepse ne betejën do e bëjmë në parlament dhe do vazhdojnë të jenë, nëse dojnë ta them kështu, fasad e regjimit që ata shumë mirë, prandaj jemi dhe ne të dy këtu, pastaj edhe pjesa tjetër e shoqërisë, që të jemi pa kritik qoftë edhe karshi opozitës. Që kur ta thonë atë do bëjmë revolucion, ta bëjmë revolucionin, që do bëjmë protestë, ta bëjmë protestën.